Mirë. Erdhëm, rikëthyem dhe jemi gati për të folur për produksione shumë të rëndësishme dhe të lezetshme, sa i përket dhe krijimit të filmave. Dhe në mbrëmjen e djeshme në Tiranë ka qenë premiera e parë ekskluzive e filmit më të ri aksion në kryeqytet, dhe bëhet fjalë për Bad Drop, një film aksion, e thash bukur? Bad Drop, e thash bukur. Dhe kemi dy aktorët e kastit të filmit Bad Drop dhe flasim për filmin sot. Mirë se erdhe Viola Nova me këtë emrin artistik, po e ka emrin e saj. Gënësi, aktore, mirë se u gjeta. Dhe mirë se rikthesh Mari Glen, që ka aktor i filmit gjithashtu. Nuk e dinim që ti ishe dhe aktor? Po. Na surprizove? Thash të eksperimentoja pak dhe të fusha e aktrimit. Vërtet, ishte eksperiment për ty, apo e ke studuar? Po, eksperiment, me vërtet eksperiment. Nuk është se e kam pas në një ëndër në sirtar. Thjesht e erdhi, do më thënë, si mundësi dhe e shfrytëzova. Okej, nuk e studuar kur aktrim? Ja. Okej, si o bërë pjesë e kastit atër? Tani, realizimi rreth parë ka nisur në një tavolinë. Regjizori që i erdhi ideja, tak fakt do realizojmë këtë gjën, dhe duke qenë sa i është i përpik të filloj të marrë direkt shënime se çfarë do realizohet, dhe një nga ftesat, kemi qenë që në lindje, do më thënë, të filmit, nga ftesat e para që më erdhi ishte mua dhe koleges time, sepse ne jemi kolege edhe në përditshmëri. Duke qenë se ne kemi një kimi, do më thënë, realizimin e videove marketuese që bëjmë realizimin e marketingjeve, na erdhi ftesa të dyve për realizimin e filmit. Kështu nisi, do më thënë, si ide. Dhe Viola, ti je vajza e vetme në film? Unë jam vajza e vetme në film, edhe unë si Mari Gleni nuk është se... Sepse jam vetëm meshkuj në film. Unë ndryshe, do më thënë, nuk jam aktore, kjo është rolimi parë, edhe unë. Do me thonë, ndryshe merrem me real estate, dhe nga videot dhe të gjitha që kemi në Instagramin tonë, në rrjetet tona sociale, kështu spikatëm edhe tek regjizori. Keni treshur mundja regjizorit, po fantastike. Po, shumë interesant. Ja, ca foto nga dje, sepse akoma nuk kanë dalë foto zyrtare. Sa të realizohen, do më thënë, nga fotografi, këto janë disa foto kështu amatore që janë realizuar. Si veten kështu si aktor për herë të parë, Viola? Nuk e di, do më thënë, një eksperiencë shumë e bukur, por shumë ndryshe, sepse unë nuk isha mësuar me kamerat. Okej, isha mësuar me kamerat që na bënin video tek Po me njerëzit e të besuar, që bën dupla sot. Sa i përket kamerave, më shumë është fakti që ka shumë njerëz. Pra pjesa e kasë, regjia, edhe ishte, në fillim ishte i çike sikletshme, por që pastaj me kalimin e kohës, okej, si kur fillon mësohesh, por prapë është sado, me stafin, duke qenë se vajza e vetë me si unë djeve. Unë djeva shumë mirë ndryshe. Ja, është si familje. Favorizohesha shumë. Kasti xhirimit, grupi xhirimit, producentët, kameramanët, audio, gjithë shka, do më thënë, janë kujdesur në detaj që Viola të dali si që meriton në maksimum. Fantastik. Si film aksion. Aksion, dram dhe pak komedi. Ka dhe pak komedi. Pak nota të leta komedia, por që, do me thënë, fillimi i këtij filmi, do me thënë, iniciativa. Mos e të gjitha. Po, vetëm atë pjesën e parë. Sot është premiera, që se një vajzë në e vetëmja në gjitha ato. Duke është një lloj Griselda Blanco aty. Diçka e tillë, domethënë që s'ka lidhje fare me atë që unë jam realisht në jetën e përditshme. Do ishte problem po thishë. Pikërisht, domethënë jam shumë tjetër gjë në jetën reale, por është thjesht një vajzë e cila fut në sherr të gjithë ato meshkuj që janë aty. Tek filmi që shikoni. Strumullari. Po, ajo i fut të gjithë, domethënë, strumullari të gjithave. Edhe vetëm këtë ka atë që mund të thuash pse është e vetmja femër, pse nuk ka femra tjera. Do thënë aty fokusohet e gjitha. Një vajzë që i fut të gjithë meshkujt në sherr. Kush është skenaristi dhe kush e pas ka nxjerrë jetën skenaristit? Kush që nga ajo vajza që ai ka dashur? Besoj se është fiction, nuk është diçka real, diçka e sajuar. Kështu mendoni ju mbase? Okej. Kush është skenaristi? Kush janë regjizorët, skenaristi? Regji është Don Enio, edhe producent Don Enio, Eni Gura, që quhet me emrin e vërtet. Maximal Films studio që ka realizuar, bashkë me Al Production, edhe këto do më që janë pjesa e realizimit të filmit. Sa kanë zgjatur xhirimet, kur e keni nisur? Në maj, kemi në fund të majit. Atëherë, po. Xhirimet, po. Do më thënë, përzgjedhja e kasës është bërë diku nga marsi, mbaj mend, ka qenë periudhë mars, pastaj nga maj, kur po filloi ngrohej koha, sa që edhe ne patëm goxha vështirësira dhe gjatë xhirimeve me kostume,
ta polarosur deri në... Vazhdoj edhe në verë. Shumë, vazhdoj gjatë gjithë verës. Gjime në verë janë tortur. Zjatën goxha dhe ishe shumë e losme, po që ja ka vletë. Me kostume. E kuptua që ishin aktorët, do me thënë. Zjatën gati 2-3 muaj. Tani kjo që ta kuptojmë, kjo është film serial. Do më thënë, mbyllja e filmit, kush do vita shofin kinema sot në kinema Millennium, do shofi që mbyllja do jetë thjesht mbyll. Sepse është to be continued. Është lënë për serinë e dytë dhe kështu në vazhdim. Po, edhe ka dhe diçka, sepse nga që shumë material është futur te seria e parë dhe aty bëhet një lëmsh, do me thënë, janë muhabetet, jo po, kush i mori lekët, kush e mori ngarkesën, kush kështu, kush ashtu, dhe bëhet një lëmsh që normalisht duhet tjetë të seria tjetër që do shtjellohet pastaj. Janë qëruar se duket shumë e vështirë. Po, janë vazhdim të xhirimeve. Po, në vazhdim. Keni nisur xhirimet e filmit tjetër, serisë tjetër? Okej, pra jeni... Janë në vazhdim që të mbarojnë sa më shpejt. Që pritet të vi shpejt. Po si është punosh gjithashtu edhe të kesh në krah dhe aktor të mirë njohur si Bujar Siriu, Behar Merën, Glenin, Margentin. Atëherë, për dy figurat e mëdhaja, Bujara Siriu, Behar Mera, po edhe për talentin e ri që po e mbush kineman shqiptare, unë kam vlerësime maksimale. Është një krenari për mua që kam pasur mundësin që pata dhe fatin fakt që skripti, dhe më thënë pjesa e skenarit, më lidhi me të dy aktorët, edhe me Beharin, edhe me Bujar Siriun. Që që është kënaqësi shumë e madhe. Më ka qenë më vështirë mbase të punosh, mbase të ndjerë pak? Jo, absolutisht. Ta kanë për të lehtë? Më vështirë është punosh me këtë. Ndërsa ata ta bëjnë shumë të lehtë, domethënë, realizimin. Madje t'japin më shumë viola. Janë aq komik sa i shohim ne edhe në përpasken? Shumë. Behari po. E keni shijuar edhe përpasken. Atë ka thënë ndonjë vlerësim Behari apo Siriu për rolin që ti kishe, apo për nivelin të aktorial? Ato, në sheshet e xhirimit normalisht nga kanë ndihmuar, ndërsa rezultatin final që e pa ndje në kinema, aty pastaj morëm komplimentet reale. Viola besoj ka marrë më shumë komplimente. Me hatër se është e lastuar, e filmit. Shumica janë me hatër, me vërtet. Tani që ishte kjo që tha kjo me Violën nuk punohet? Po shiko, ta shpjegoj. Ju jeni dhe kolegë në jetë reale? Nisemi që në 9 mëngjesit bashkë. Unë jam gjithmonë në përpikt. Këtë junë? Unë jam në përpikt. Unë nisem gjithmonë, më thua mua në 6, unë jam 6 pa i qërek aty. Si sot? Jo, flas, e nisim ditën e 9 mëngjesit dhe e mbyllim, hajtë se i them unë, edhe na del dhe në film bashk, edhe për festa bashk, edhe nuk e di, pra ne them është bërë dhe vështire. Po, do me thonë me Gini janë kam shumë kimi, sidomos tek videot, do me thonë i them diçka, Gini do e bëjmë këtë dhe thot, po, pa tjetër do e bëjmë, nuk thot kur ja, dhe kjo është gjë shumë e mirë, na i letëson shumë punën. E pas ka gjetur Chelsea në të qenit bashkë. Po, dërsa me aktorët e mdhej, pastaj normalisht është shumë mirë për shkak se thash, unë nuk jam marrë me aktrim më parë, dhe ato të ndihmojnë shumë, të ndezin aty. Të kanë thënë diçka? Absolutisht. Çfarë, për shumë, një gjë që ti e ke pas punë? Unë me Bujarin, do me thënë, kam pasur rolin direkt dhe normalisht aty në moment më mësonte, thonë të duhet bësh kështu, se unë nuk e kuptoja vetë. A ju shojnë të një me paragjykim, se ndoshta është kjo aktor të mdhenjë? Jo, absolutisht, janë shumë supportues. Të e kam, do me thënë, se ato thoja, kisha shumë komplekse në fillim, sa është tani unë do e prish, edhe do jem shumë keq, po që e di sa të japin support, janë shumë kështu, vazhdo, se e mirë, ndizu, edhe është shumë mirë të më punosh me ato, edhe duen pa tjetër aktorë të tillë, që të na japin support edhe ne të rinjve. Ju s'ke ndërmend të ishin dorë nga aktrimi, ka shumë sa ju pas ka shijuar. Po, nga ka shijuar, jo. Jo, absolutisht, do vazhdoj, madje disa kanë ardhur disa kërkesa, disa oferta, pasi kemi evidentuar të dy si personazhe, po do e lejmë shumë surprizë, nuk Po në profesionin tuaj, kanë ndihmuar ato videot që bëni, për shembull videot virale që janë për... Ju kanë ndihmuar që ishin në apartament më shumë? Po, ajo është kryesorja. Ne videot, për sa i përket punës, domethënë, ne videot për ato i realizojmë për apartamentet. Vetëm për ato. Ndërsa filmin nuk e kemi shfrytzuar për pjesën e... Jo, po mirë, okej. Mund të ktheheni në imazhe. Një lloj imazhi, jo si do qoftë. Po, dakor. Jora, kur të u dha kjo lehtimi dhe oferta për të bërë filmin, fillim çfarë mendove? Ishte menjëherë ndonjë reagim në vetvete jo?
Nuk e bëj si kësaj gjëje? Tash jo. Në fillim ngela thash jo se nuk e bëj dot. Pastaj më thanë, po jo se ti i bën bukur ato, se këto doja të thoja edhe në real estate, ne i bëjmë videot, i bëjmë shumë fani. Do me thënë edhe për këtë arsye dhe bëhen edhe shumë, do me thënë lindin aty. Edhe më tha, kur takova regjisorin Enio, më tha që jo më se ti e bën, tha, jo i thash nuk e bëj, mos u lodh me mua, i thash, kuptona? Edhe pse u lodh. Por që më tha, jo, duhet ta bësh patjetër. E mirë, i thash. Okej, po e provoj. Ngela një herë, se normalisht ishte thjesht ideja që thash, është shumë e vështirë për një person që nuk ka përgjegjësi të madhe, se ishte dhe thash, nuk e bëj, thash, më mirë nuk po merrem. Po pastaj thash, okej. Okej, dhe ja dole shkëlqyer. Ka te filmi, ka kështu skena tipet që për një vajzë që nuk është aktore, mund të jenë pak të sikletshme, për shembull, nuk ka. Ka, do me thënë jo, nuk është se janë shumë... Gjërat, okej, Jo, normale. janë normale. Kupton ashtu si çdo vajzë që është në Instagram, që del, bën ato pozon... Okej, jo. Nuk ka ndonjë puthje skenike. Jo, puthje jo, sepse puthjet i kam pak problem. Nuk do kështë pranuar, domethënë. Jo, nuk, për momentin, nuk e... Shiko, me sa kam informacion, ajo seria 2 më duket se... Jo, nuk ka. E sigurisht nuk s'ke. E kam sigurisht në fillim. Mirë, do marrësh dorë rrugës, do bësh profesioniste e vërtet. Mariglen, emri, roli yt si është, se nuk na folësh. Atëherë emri është Niku te filmi. Niku dhe Lisa. 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 Lisa e zgjodha vetë Lisa dhe të gjithë në film na thonin Liza. Liza në botën e çuditërave. Ma ndryshuan. Ti je ndonjë rol mafiozi aty ndonjë? Atëherë jo, shiko ta shpjegoj, unë jam roli si mund ta zgjedhim më mirë, intrigant, jo. Jo intrigant, intrigantja jam unë. Intrigantja e ti, unë jo pra jo e saktë, unë bëj atë rëmujën bashkë me këtë. Jo, bashkë me këtë, unë i bëj lëmsh të gjithë, domethënë. Këto. Realiteti i bindes urdhrave të... Kjo më kërcënon, masi më vret disa prej miqve të mi. E kërcënon edhe Jo, më kërcënon dhe më thot, ti do bësh atë mund, unë bëj që thot kjo, po jo se më të kërcënoj. Po më bëj që thot kjo sepse po fillot në të pëlqente. I shkoja në për takime, propozoja kështu me stil, kjo vazhdo të matë e gërsinë e vetë, ore kujdese, po nga trosh me persone gabuar. Kjo ishte loja, dhe bëja do më thënë paka shumë çfarë thonë të kjo. Se unë isha krau i djathit të 2 bandave që fute në sherr. Dhe ka i problem, 2 personazh kryesor aty që është Enio me Arditin, të 2 personazh kryesor që kishin shkëmbimin me këtë vajzën e gjynaf, vajzë e vetme, kishin një shkëmbim, kjo ja futi, ja mori të gjitha që kishin, dhe tashti ato të 2 shkretët vuajnë sepse i kërkojnë. Ai që ka dhënë lekët, që është Margenti, e kërkon Beari, që është një pjesë e bandës, e kërkon Bujari, që është banda tjetër, e kërkon dhe policia me kapot, i vin sulme nga gjitha anët, dhe kush e kush t'i kapit përpara ato të 2. Kush një sirë përpara. Po i përgatis, do më thënë edhe të shkuet, është një lëmsh, duhet ta mbash vëmendjen aty, që e ke përdor. Po, dhe pastaj në vazhdim, se ajo stopon në fund. Si film, dhe pastaj do vazhdoj do shtjellohen të gjitha. Të mbani edhe më shumë kurioz në fund. Shumë kurioz si do vazhdoj. Duket shumë interesant. Ore, si aktor të rinj që ishit në këtë film, si paguen këta aktorët? Çfarë votëre aty? Mira, se si le një herë këto. Sa ke rogën tilla? Ju jeni të ftuar vlla, kur bëjmë te filmi. Unë këtë muhabet kam edhe me aktorët, do me thënë që i kam miq, që i kam njohur edhe më mbrapa. Për shkak kemi një mik, që është aktor edhe ai po xhiron aktualisht disa filma. Dhe gjëja parë që them, sa more këto? Sa more këto? Kjo është pyetje tipike shqiptare. Kjo është pyetje tipike shqiptare, por unë do kthej një përgjigje tipike shqiptare. Më kupton? Rëndësi ka pjesëmarrja. Po më thoni këtë, a paguhet më shumë real estate apo real estate është punë ta Google-osh është number 1 në gjithë botën. Në gjithë botën. Po, kështu nuk do ta lini. Absolutisht. Jeni paktën kaq, jeni paguar në bazë të rolit, pra sa më kryesor roli aq më shumë apo s'ka lidhje? Po, është goxha, kemi pas realisht goxha rol kryesor. Okej, mirë. Kështu. Okej. Pas kam pas keni qenë protagonist, që ka pasur pagesat. Super fare. Po mirë. Më pëlqen që vinë filma të tillë në Shqipëri. Aksion. Kanë ardhur aksione në Shqipëri. Po t'u themi sa kemi rrogën, na thoni sa kemi.
Gënjej. Do 7 ka ty. Kërje ka 7, sa i keni ju? 10. Shumë. Sa të çfarë? Është ideja që unë jam person që jam shumë afeksionuar mas filmave. Unë shoh gjithkohës filma. Filma, seriale, gjëra. Mire, ke pasur edhe një lloj ideje pra se duhet sillesh duke parë rolet e femrave në film aksion hollywoodian. Po, se normalisht në mendje i kam unë ato, po. Ideja është tjetër. Jarda e ka parë filmin? Jo. Kanë arritur të shohin ishte akoma? Akoma, jo. Kanë qenë dakord që ju të përfshiheshit në kinematografi? Po, patjetër. Po, kanë qenë gjithmonë për krahas. Po që ajo që po thoja është që me të vërtet më bëhet shumë qefi që me vërtet në Shqipëri kanë filluar të bëjnë më shumë filma, sepse me të vërtet më përpara nuk ka pasur. Dhe unë çfarë do lloj filmi që del në kinema, që është shqiptar, unë shkoj e shoh. Dhe kam shumë qef që ta shoh dhe t'i jap support kinematografisë, sepse e meritojnë. E meritojnë aktorët më parë. E pe për e të parë vetën dje, premier që i kishim me të ftuar, po si të duk vetja? Po dhe unë... Jo, të në surin tënë. Ishe për nga piqëmërive që Vetja nuk të pëlqen shumë. E qartë. Mua, thash, okej, mirë, thash. Ka mundësi për më mirë. Filmi të pëlqeu. Po, edhe vetja, thash, ka mundësi për më mirë. Unë besoj, nëse do më bëj mua të pyetje. Unë i pyesja këto. Më lërë. Unë i pyesja këto. Si jam, ke dalë shumë mirë ma bëni mu. Po s'mi intereson. Unë doa ta di si është ajo, e roli. Si nivel, si rol. Po, te pjesa e rolit. Nëse do më pyesë mua, unë them e kam realizuar në mënyrë perfekte. Domethënë nuk kam asnjë lloj kështu, fal për atë jo modestim, por që realisht e kam realizuar në mënyrë perfekte. Ka pëlqyer se si ke këtë. Po, ka pëlqyer. Shumë. Jo se të pëlqej vetja, jo mos ka ndonjë gjë për pëlqej vetja, thjesht po them që kam bërë maksimumin. E qartë. Pëlqej vetja, ta vendos publiku pastaj, a kupton? Po. Dhe filmi është aktualisht sot ka premierën për publikun. Sot fillon. Ne kemi në çdo kinema, mund ta shohim. Fillimisht, për këtë muaj është në kinema Millennium, për efekt orar është Cineplex, pastaj nga janari do vazhdojmë. Do kenë mundësi. Pastaj janë edhe data që kemi shkruar aty të faqe që janë në për qytet. Okej, fantastik. Do vazhdojmë pastaj me diasporën, Italinë, kështu me radhë. Kosovën e kemi tashmë xha. Po, okej. Do kenë mundësi ta shohin kudo ku janë shqiptarët, po. Dhe një pyetje të fundit kemi në tiri, se kemi që fillim që themi bad drop, çfarë do të thotë? Tamam. Është shumë pyetje e vështirë kjo. Jo, unë nga që është shumë e vështirë, bëja leki. Shiko, kjo është një titull që nuk e kemi vendosur ne, kështu që nuk e din domethënë. Këtë ka vendosur regjizori, po ta përkthesh fjalë për fjalë nuk është se ka kuptimin. Rënie e keqe. Po ta përkthesh nga anglishtja. Nuk është ajo kuptimi. I rrezova të gjithë. Këtë dhe kjo, po, shështia ajo që bënë që i rëzoan gjithë. Si që ishin mirë, ranë. Interesante, na bët shumë kurios për të ardhur për të parë filmin. Duhet vini pa tjetër. Po, me shumë kënaqësi. Ne do vinim që dje, pa ashtu kështë të tjeri në punë. Angazhime të festivalit. Është drejt, më tha Romina. Po, pa tjetër që do vinim do të shohim. Faleminderit shumë që ishi dhe shumë suksese. Jo vetëm me filmin, po edhe me çdo projekt tjetër, se shumë me kaq shef sa e keni marrë dhe sa e keni shijuar, e sigurt që ju nuk do shkëputeni më nga sa më shumë video, sa më shumë filma, po mbi të gjitha sa më shumë shitje, real estate. Urojmë të balancohet pak ky tregu, se po kalojmë tjetër temë, po urojmë të balancohet pak tregu që të kemi mundësi dhe ne të ndihmojmë palën blerse, palën shitse të gjitha. Nëse se si çdo shqiptar dhe thoj, nëse kanë një okazion, na kontaktoni. Po bëtem për real estate në ftonë. Me shumë qejf, se duhet folur dhe ka shumë interes për këtë. Faleminderit një herë. Dhe shumë suksese. Faleminderit. Ikim reklama dhe më pas do ndryshojmë komplet temë, se më na kanë ardhur ca të fort studio.